Moti i keq në vend, 8 raste rreziku në Sarandë fundosen 2 skafe, 3 mjete të tjera lundruese zhvendosen. Komisariati i Policisë Kufitare Sarandë ka ndërhyrë në 8 raste për t'u ardhur në ndihmë mjeteve lundruese që u përballën me vështirësi si pasojë stuhisë dhe motit të keq në det. 3 mjeteve u është dhënë ndihmë në Bunec dhe janë transportuar në portin në Limion. 2 mjete i ka përfshirë furtuna tek kepi i qefalit, ka shkuar skafi BP-11 dhe një prej tyre ka bërë rimorkim në portin e Limionit. Një mjet rrezik mbytje në gjirin e Sarandës është tërhequr dhe është ankoruar në Port Sarandë. Pashtu, 2 mjeteve u është dhënë ndihmë tek vendi i quajtur Pema e Thatë në Ksamil, gjithashtu 2 skafe që kanë qenë të ankoruara në portin e Limionit. Nga stuhia janë tërhequr rreth 100 metra larg nga bregu dhe janë fundosur. Vazhdon patrullimi në det me të gjitha mjetet lundruese për ndonjë avari të mundshme.